Shikues të MCN ju përshëndes dhe juftoj të ndiqni MCN Ekonomi. Ne flasim rregullisht për tregun e ndërtimit, por duke u fokusuar tërësisht tek tregu i apartamenteve, vilave apo ndërtimeve rezidenciale në Bregdet dhe në kryeqytet, por nuk përmendim thuajse fare një komponent thelbësor të tregut të pasurive të paluajtshme, siç janë hapësirat në funksion të zyrave. Do t'ja dedikojmë këtë pjesë pikërisht këtij segmenti të tregut me dy të ftuarit tanë. Na bashkohet pas pak zonja Ilda Zaloshnja, ndërmjetëse dhe eksperte e tregut të pasurive të paluajtshme, ndërkohë me mua në studio është zoti Rinaldo Pipiria, drejtor ekzekutiv i shoqatës së ndërmjetësve të pasurive të paluajtshme. Faleminderit që jeni këtu. Në kënaqësi të jemi ju. E fillojmë bashkë bisedën ndërsa të na bashkohet dhe zonja Zaloshnja. Pyetja e parë që dua të bëj është pse flasim nëpër studio vetëm për apartamentet, kryesisht vilat apo ndërtime luksoze, rezidenca të caktuara, qoftë kjo në Tiranë, në periferi apo edhe në Bregdet dhe qytete të tjera, ndërkohë që thuajse nuk e përmendim fare tregun dhe ambientet e zyrave. Por besoj që kjo lidhet kryesisht me dinamikën që ka tregu shqiptar, por edhe me të shkuarën. Në përgjithësi ne kemi ardhur nga një sistem të cilin apartamentin ne merrnim dhuratë nga shteti dhe në këto 30 vite jemi munduar të gjejmë balancën e dur dhe të gjejmë akomodimin për administrimin e dur brenda buxheteve që kemi. Dhe duke qenë se jemi akoma një komb i cili ka një moshë mesatar midis 37 deri në 42%, pjesa e strehimit ka qenë gjithmonë pjesa kryesore, sidomos lidhur dhe me mendsinë tonë që në një moment që një çift i ri krijohet, do duhet që familja apo gjithë farefisit mund t'i ndihmojnë për të pasur shtëpinë e tyre. Ndryshe nga ç'është në perëndim që kryesisht ndodh blerja e shtëpisë pas, ndoshta domethënë disa vite pas martesës. Dhe në të njëjtën kohë, duke qenë në një periudhë kur turizmi ka qenë duke performuar shumë mirë, duke pasur efekte veta pozitive, por dhe disa efekte negative, siç ishte pjesa e rritjes të kostit të strehimit, kjo është arsye pse kryesisht në gjitha studiet është trajtuar strehimi. Dhe nuk është vetëm në Shqipëri, mendoj që në të gjithë Europën, sot pjesa e strehimit të përballueshëm apo nevojës së çifteve të reja për të pasur një strehim sa më shpejt e mundur, është një temë aktuale dhe ne nuk është se kemi shpëtuar nga ky zinxhir. Megjithatë, edhe komponentët e tjerë, sikurse tham, çështja e zyrave, ambienteve të biznesit nuk është se është trajtuar aq shumë. Mendoni se ka ardhur koha tani të flitet, të diskutohet për tregun e zyrave? Mendoj që nuk është trajtuar mjaftueshëm në Shqipëri, nisur dhe nga kultura që ne kemi për pjesën e ngritjes së kompanive, dhe ambienteve me të cilat punojnë kompanitë apo ngritjes dhe strukturimit të korporatëve. Në përgjithësi, mirë apo keq, pjesa e zyrave në Shqipëri është e lidhur ngushtësisht me pjesën e rezidencave, me pjesën e banesave. Sepse një pjesë e mirë e ndërtesave të cilat janë ndërtuar në Shqipëri, gjatë rrugës transformohen në ambiente për zyra. Kemi pafund ndërtesa në Shqipëri që në të njëjtin ambient dhe fatkeqësisht jo me zyra, jo me hyrje të ndara, aty jetojnë familjarët, aty ka një zyrë, një kompani, por aty në katin zero mund të ketë edhe ambiente tregtare. Është normale kjo? Është normale, mendoj që nëse do të flasim për standardin e zyrave jashtë Shqipërisë, kërkohet që të jenë të ndara. Pra normalisht në rastin ideal, ti mund të ndërtosh, mund të kesh në të njëjtën ndërtesë, por duhet të kenë 2 hyrje të dedikuara. Kjo qoftë për shkak të bërjes së një, po themi, të strehimit sa më të përballueshëm dhe mos të ndikuarit në të dy në tregun e secilit produkt, por në të njëjtën kohë edhe për arsye sigurie që aty ku ka një familje apo aty ku ka fëmijë, të kenë hyrje të ndara dhe ambiente që përdoren ndarash nga pjesa e zyrave. Por në të njëjtën kohë edhe për shkak të sigurisë së mbrojtjes ndaj zjarrit dhe tërmeteve, në rastin e rënjes së zjarri, nëse në një, po themi, 2+1 80-90 metra katror është planifikuar që të jetojë një familje e cila është 4 antar, po themi 2 të rritur dhe 2 fëmijë, në moment që ky 90 metrash 80-90 metrash katror transferohet në zyrë, aty ti mund të kesh edhe 10 persona të cilët punojnë. Në moment që bie zjarri, ti do të dalësh, do përdorësh njëjtin ascensor që përdojnë familjar, kështu që ke të pamundur. Prandaj duhet të jenë të ndara si produkte, mund të jenë në të njëjtën ndërtesë, por duhet të jenë të ndara. Në kulturën tonë si shqiptarë ne nuk e kemi trajtuar dhe nuk kemi ditur ta bëjmë këtë gjë. Pra jemi gëzuar ndërtimin dhe përdorimin të këtij produkti, po themi pjesë rezidenciale për apartamente dhe nuk kemi ditur me po themi procesin e Shqipërisë që shkon drejt Bashkimit Evropian, që për komponentët e sigurisë, pjesa e tërmetit dhe zjarrit, po qoftë edhe komponenti i eficiencës së energjisë, të dyja këto do trajtohen dhe do ndikojnë tregun e apartamenteve dhe tregun e zyrave. Pse? Sepse ka kërkesa shumë të forta kur bëhet fjalë për përdorimin për ndërtimin dhe përdorimin e një hapësire, e cila është dedikuar për pjesën e zyrave dhe është ndryshe për pjesën e banesave. Te banesa për shkak të kostove
që do të ngarkohen në pjesën e ribërjes e apartamente, ose e ristrukturimit të apartamente që arrin nivelin e dur të eficiencës e energjisë, mund të ketë pak më tepër tolerim. Ndërkohë që ku flasim për ndërtesa, për zyrat, është tjetër histori. A mund të themi që tregon ngopje tregu i apartamenteve me zyra, ku është sot për sot ky treg? Mendoj që ne nuk kemi ndërtesa të mirëfillta akoma, në proces sipër ndërtesa të mirëfillta për zyra, të cilën nga ana tjetër të vinë me një kosto ekonomike. Kur themi një kosto ekonomike, nëse del dhe me një zyrë, një hapësirë banimi e merr me qera për zyrë, ajo duhet shkojë diku te 12-15 euro për metër katror, në zonat e bllokut ndoshta edhe pak më tepër, ndërkohë që një pjesë e mirë e kullave të cilat janë ndërtuar në Tiranë, tani të rejat, shkojnë me 23, 25 dhe 30 euro për metër katror. Kështu që mendoj që ka vend tregu për produkte për zyra me çmime ekonomike. Nëse kemi një produkt zyre me çmim ekonomik, kjo do të shfrynte komplet presionin, pra do t'i bënte të gjithë kompanitë të cilat janë duke okupuar sot hapësira rezidenciale, banimi, të mund të dalin nga këto hapësira rezidenciale, të mund të shkojnë në një ndërtesë të dedikuar për zyra me një çmim ekonomik. Dhe gjithë kjo më pa do të cilte në treg hapësira banesa, të cilat dikur kanë qenë banesa, janë transferuar në zyra, mund të hidhen në treg përsëri për banesë dhe të kishin mundësi zgjedhje për të gjitha shtresat e shoqërisë, duke ditur që ka nevojë ky treg. E kuptoj. Patëm disa vite më parë qendra biznesi në zona më të rëndësishme të Tiranës, ku komponenti kryesor i cilave ishte pikërisht zyra, pra ishin ndërtuar vetëm për të qenë zyra, ambiente në dispozicion të bizneseve të ndryshme. Sot këto hapësira vazhdojnë, funksionojnë si të tilla, shfrytëzohen si zyra, apo janë kthyer në qëllime të tjera, ndoshta me qeradhënie editore apo? Jo, unë besoj që çfarë janë ato pak ndërtesa për zyra që ne kemi në Shqipëri, vazhdojnë të përdoren për zyra. Nëse ne do të flasim sot për, po themi, po jemi duke përqasur Bashkimin Evropian. Nëse ne do të flasim sot për standardet të cilat duam të sjellim një kompani nga jashtë Shqipërisë, nga cili do vend i Bashkimit Evropian, apo nga cili do vend, po themi, nga Amerika, momentin që do vi, do të kërkoj hapësirë të hapur, 1000, 2000, nuk e di sa metra katror, që sot në Shqipëri ti nuk i ke lehtësisht si produkte. Kështu që jo vetëm që këto ndërtesa të cilat janë ndërtuar për zyra vazhdojnë të përdoren, por nga ana tjetër ne nuk kemi sot produkt për zyra i cili është sot stok. Ka disa ndërtime në bulevardin e ri, por duhet kuptojmë që përveç se bulevardit të ri, ka shumë kërkesa për zyrat që vinë nga institucione shtetërore. Ka disa projekte të cilat do të ndodhin në hapësirë po themi, ndërtesat vjetra shtetërore apo toka, të cilat do zhvillohen nga korporata shqiptare e investimeve dhe një pjesë e institucioneve të cilat janë sot të akomoduar në këto ndërtesa vjetra që duhet të restaurohen ose rindërtohen, do të kërkojnë nëse pas nesër produkt në treg dhe ky produkt në treg nuk gjen kollaj. Jo më për të folur për qendrat të Amazonit, të Booking apo të kompanive të mëdha të IT-s që i thua të lutem hajde rilokon në Shqipëri, për shkak se ke politikë taksimi shumë të mirë, për shkak se ke kosto të ulta të punëtorëve apo kosto të ulta të jetesës së punëtorëve që do të vinë dhe sot nuk e kemi si produkte. Pra, sot mungon produkti i zyrës së mirë me standarde europiane dhe me certifikatat të garancive, po themi, në Shqipëri dhe në të njëjtën kohë një gjë tjetër që mungon është aty ku ka hapësira zyrës, aty të ketë ngjitur dhe hapësira rezidenciale. Pse? Sepse kur flasim për rilokime, për rivendosjen e qendrave të mëdha të kompanive të rëndësishme të Bashkimit Evropian, siç mund të kenë qenë diku në Europën lindore, po për shkak konflikteve të mund të afrohen në mesdhe, sot ne nuk i kemi këto të dyja bashkarisht, që të vitë sjellë dhe stafin e vet në këto zyra, por stafi vet në të njëjtën kohë të jetë edhe afër me zyrë në një hapësirë rezidenciale që të mund të rrisi familjen e vet. Pra për ta bërë pyetjen edhe ndoshta pak më të thjeshtë për ata që na ndjekin, vërtet janë ndërtuar shumë ambiente ku ka zyra edhe më përpara dhe tani. Vërtet ka kaq shumë nevojë për zyra në Shqipëri, kush i mbush këto zyra? Ka kaq shumë kompani të cilat kanë nevojë për ambiente që funksionojnë si zyra, apo janë të gjitha, të paktën këto që po ndërtohen, nëse i referojmë këtij 5 vjeçarit fundit, apo edhe disa viteve më pas, edhe 5 viteve të tjera, me perspektivën e këtyre planeve që ju thatë? Duhet kuptojmë që Shqipëria sot nuk po ndërtohet për sot, po ndërtohet për 2030-ën. Ose për momentin kur Shqipëria do të jetë në Bashkimin Evropian. Kështu që është duke krijuar një stok që në një moment që ne do të jemi në Bashkimin Evropian të mund të përballojmë të gjithë kërkesën, që do të vi qoftë nga blerësit e huaj, para se të hyjnë në Bashkimin Evropian, kanë interes të investojnë sepse dinë që çmimet
çmimet do të rriten dhe në të njëjtën kohë qoftë për kompanit. Pra në gjithë dinamikë që ne kemi sot, konflikte, kudo, vendet si Shqipëria që janë stabil, që janë paqësorë, që janë të qëndrueshëm, patjetër që marrin vëmendje. Kështu që gjithë çfarë ndërtohet sot për 6-7 vite ose sot për 5-6 vite. Në të njëjtën kohë, nëse themi që është ndërtuar masivisht zyra, unë nuk besoj që është ndërtuar masivisht zyra në Shqipëri. Mjafton të marrim selit qendrore të bankave në Shqipëri. Të 10-11 bankave në Shqipëri, më thoni ku janë. Pjesa dërmuese e tyre o janë ndërtesat vjetra ose janë ndërtesat të cilët janë ndërtesa rezidenciale. Pra janë duke okupuar ndërtesat të cilët nuk janë projektuar për zyra praktikisht. Pra, kur thoni tregun stok të zyrave gjithmonë me këtë perceptimin afatgjat të mbushjes në vitet në vazhdim, e keni fjalën që janë duke u ndërtuar, janë të projektuara, nuk është se janë ndërtuar dhe porin aty të mbyllura duke pritur të merren me qëra apo të blihen? Të paktën për dy kulla që të paktën janë hapur rishazi në Tiranë, e para nuk di të jenë vetëm zyra, pra janë banesa dhe zyra. Pra edhe çdo kull që ndërton Tiranë nuk do të thotë që shkon me njëherë në hapësirë zyre, po janë hoteleri, banesa dhe zyra. Duhet kuptojnë këto të dyja, pra i kam parë që janë mikse, kështu që nuk besoj po flas për ato të cilët do ndërtohen dhe këtu i referohem çfarë po ndërtohet në Tiranë, në zonën e qendrës dhe çfarë po ndërtohet në bulevardin e ri, mendoj që janë hapësira zyrës të cilët do të akomodojnë një pjesë të mirë të kompanive që janë në Shqipëri, që sot fatkeqësisht janë për ndërtesa rezidenciale pa kushte. Unë po marr vetëm sikur mos kurrë të ndodhi po e njëjta gjë që ndodhi me tërmetin, apo të kemi raste, se kemi parë disa raste zjarri, po të kemi raste rënje zjarri, nuk arrin dot ti nxjerrësh jashtë banorët. Ne një zjarr bie pam te Komuna e Parisit, një zjarr bie banka kishte zyra brenda të njëjtës ndërtesë dhe zjarri ra në ambientin e banimit, ndërkohë që u mbush tër bloz gjysma e zyrave të bankës. Gjë që pra ne them nuk kemi zyra me ato standarde që duhet kemi në Perëndim. E kuptoj. Është bashkuar kolegu Lorenz Rabeta për t'i dhënë edhe ai mendimet e veta. Faleminderit Lorenz që je këtu. Po diskutonim në fakt me zotin Pipiria në lidhje me tregun e zyrave në vendin tonë. Patëm një moment të pritse zyrash në treg, gjë që solli edhe një rënje të qerave të zyrave. Aktualisht, sa janë çmimet e qerave për zyrat, paktën në dijenin tuaj, dhe si është, ka një tepric, ka një stok apo ka një qëndrueshmëri në këtë drejtim? Absolutisht, Rinaldi ka shumë të detajuar informacionin. Unë në vijat trasha kam një dhënë nga viti 2020-2021 i pandemisë, kur gjithë ne u mbyllëm brenda dhe njerëzit nisën të punonin nga shtëpia. Në atë moment u krijuar një stok prej zyrash bosh prej rreth 25%. Pra 25% e asaj që ofron tregu shqiptar si zyra, është e vërtet që janë të shpërndara disa në ndërtimet vjetra, disa në ndërtimet reja. Kemi disa qendra shumë të rëndësishme, cilat edhe u ideuan me idenë për të u përdorur për zyra dhe një pjesë e mirë u tyre u përdorur. Pra, po themi kishim pra një inflacion zyrash në vitin 2020-2022. Çfarë ndodhi? Edhe çmimi ra diçka tek 15-16 euro për metrin katror, që është një çmim i përballueshëm. Gjithsesi, bizneset vetvete, logjikisht, bizneset vetvete kërkojnë ambiente shumë të mira, të pajisura me ambiente ndihmëse, të pajisura me infrastrukturë ndihmëse, sepse zyra ka biznese që nuk kanë vetëm zyra, ka biznese që duan edhe të ofrojnë ushqimin aty punonjësve. Ka biznese që duan edhe një ambient ku të mbajnë kompjuterat, ku të mbajnë serveret e tjerë. Dhe disa prej këtyre infrastrukturave e ofronin këtë mundësi, një pjesë e mirë e tyre jo. Pra kemi rreth 15 euro, 16 euro për metër katror në këto, po themi, ambiente mesatare, u krijuan pastaj edhe disa ndërtime shumë mjaft mira, mjaft luksoze, ku aty kërceu çmimi tek 25 diçka mbase edhe më shumë 30 euro. Dhe ky besoj duhet jetë tregu i zyrave në Shqipëri. Kemi minimalisht në pritje 5-6 kulla shumë të rëndësishme. Problemi, ajo që shohun si problem është që sipërfaqja e dhënë në leje gjatë vitit unë studiova vitin 2024 dhe fillimin e vitit 2025. Kemi në total pak në raport me sipërfaqet e dhëna për hotele dhe sidomos në raport me sipërfaqet e dhëna për apartamente, ajo
diferenca e dhënë për zyra është e ullët. Dhe kjo të bëm të mendoj se në base bizneset shqiptare janë të prirura të ai fitimi afat shkurtër. Ta ndërtojmë apartament, ta shesim dhe ti marrim ato para të vazhdojmë me projektin tjetër. Këtë më thot tani. Çmimet dhe në dijenin time janë mbushur. Do më thënë, 2-3 vite më pas vitit 2020, shkoj tek 10-12% stoku i zyrave edhe, apo jo, edhe Rinaldo nuk e di sa është dakord me këtë. Pra, kemi do më thënë, kemi zyrat lira në Tiranë, por në base nuk kemi unë diqe për shembull tek një prej ndërtimeve super luksoze, një institucioni vetëm bankar bleu 2 kate. Tani, sepse se i bleu ato kate banim, apo se i bleu ato kate për zyra, këtë duhet ta kuptojmë në vijim. Gjithsesi, ideja është që ka nevoj për tilla ambiente. Do të shohim sa elastik do të jetë biznesi shqiptar për ta testuar këtë ofertë dhe më tej pastaj për të krijuar këtë kërkesë dhe më pas për të krijuar një ofertë kësaj kërkese. Si ka qenë kurba e lëvizjes së tregut të zyrave sa i takon qeradhënies? Pra, si ka qenë rritje? Kemi tani në një vit të drejtë, pritet të ndryshojë, si e shikon? E para për vazhdo pak komente e kolegut, kur flasim për pandemin, një nga arsyet pse nuk e ndiejmë për shembull rasti i Kinës ose disa qyteteve ndërkombëtare, po themi në Amerikë, ediku në Europë, kanë pasur probleme me stokun e zyrave, për shkak se zyrat kanë qenë të lokalizuara në ndërtesa të dedikuara. Për Gjermadi kanë pasur dhe turbulenca, sepse kompanitë të cilët e kishin ndërtuar këto hapësira dhe kishin bërë një projekt plan, projekt biznesi që do t'japim me qira për kaq vite dhe kaq do të jetë kthimi i investimit, kanë qenë të ekspozuar në sektorin bankar dhe kjo ka bërë që të shkojë zinxhir. Në Shqipëri, lavdi Zotit deri tani nuk i kemi pasur këtë problem. Pse? Sepse edhe ato hapësira që ngelen bosh gjatë kohës së pandemisë u rifutën në treg, e para ishin hapësira rezidenciale, banimi, dhe u rifutën në treg me pjesën e performancës të sektorit të turizmit. Pra, ishte zyrë, e rikthej përsëri në një pjesë banimi dhe jap me qera me Airbnb-n. Para se të fillonte emisioni, po shikoj që të paktën në Tiranë është diku tek 5.700-6.000 njësi. Të listuara. Të listuara vetëm për Airbnb-n. Pra, diku Airbnb-a duhet të ishte diku tek 22-23.000, po themi 22.000, dhe pjesa e booking që po kontrolloja përsëri ishin diku tek 9.000 apartamente që ishin disponueshme në Shqipëri për të dhënë me qera. Pra kemi 31.000 njësi, por që këto dikur mund të kenë qenë zyra, dhe për shkak se kompanitë kanë marrë me qera ambient e zyra, ne nuk e kemi ndjerë këtë turbulencën. Mendoj që me rikthimin pas 2022-shit, me rikthimin me kohë të plotë në punë, në zyrë tregu ka qenë stabil. Me stabilizuar. Ka qenë stabil. Mendoj që do të ndryshojnë rregullat e lojës dhe ndryshon pjesa e kërkesës, kur do të kemi një, po themi, kontrol, po themi, një monitorim pak më të shëndetshme të hapësirave të zyrave dhe të hapësirave të banimit në teren, sepse normalisht duhet të kenë taksim tjetër, pra është ndryshe kur ti taksoj një banesë, dhe ndryshe një ambient biznesi. Një ambient biznesi, gjë që është diskutuar për 10-12 vite të paktën në Shqipëri dhe akoma nuk është dalë me një vendim qoftë për taksimin, por qoftë për rregullat e përdorimit. Pra që ti të kesh një zyrë, duhet të vinë inspektorati punës, duhet të kesh, po themi, monitorime për gjitha kushtet, qoftë thash, përmend edhe kushtet e zjarrit, kushtet e se si trajton punonjësit, po themi, në ato ambient, pra ka rregulla. Përsa kohë që në Shqipëri nuk ka, kurba e kërkesës do të jetë kjo që është. Në të njëjtën kohë, nëse do të kërkojmë që të kemi certifikim të mirë, për shembull, po flasim në perëndim, me zyre standardi normal, duhet të jetë zjarrdurueshmëria e mureve ndarse, duhet të jetë 90 minuta. Që të thotë nëse bie zjarr në këtë ambient, për 90 minuta të mos deportojnë në krahun tjetër. Mos deportojnë në ambientin ngjitur. Pse? Sepse në këtë ambient, kur është një familje 80-90 metra katror, banojnë 4-5 veta në 80-90 metra katror, varësisht tipologjisë biznesi, ti mund futesh dhe 10, dhe 12 dhe 15 persona. Se kur flasim për versionin e IT, si ke nevojë për një tavolinë, një kompjuter, bashkë me hapësirën e përbashkët. Kështu që duhet keca në momentin që ka këto kërkesa, ndryshon kurba. Pra, do të kemi një kërkesë shumë të madhe në treg që pjesa e tregu nuk e di se si do ta përballoj, por kemi kohë derisa të integrohemi në BE. Pra, derisa të vemi në BE, kemi kohë të përqasim legjislacionin, siç po bëjmë me eficiencën e energjisë, dhe legjislacionin me kushtet punës, dhe për të dhënë pas një produkt siç duhet.
Këto kulla super luksoze cilat po ndërtohen aktualisht, Reinaldo, i kanë dhënë më shumë për parësia akomodimit, pra hoteleris, banimit, apartamenteve në tërësi, apo njësive tregtare, sikurse mund të jenë dyqanet edhe zyrat të ndryshme? Unë mendoj që shumica e projekteve që janë në Shqipëri shkojnë në atë për thoshte Elenci në drejtimin e kesh intensiv, keshi sa më shpejt. Pra, kam një hapësirë, ta shes, ta mbledh, pra për mos pritur kthimin e investimit në afatgjat, por ta shes të mund të marrë sa më shpejt dhe të mund të vazhdojnë në projektin tjetër. Kështu që kryesisht janë rezidenciale, pjesa e hotelerisë që patjetër ti e shet, po se jep me një kontratë shumë të majme, po themi pjesa e komerciale e tregtisë janë ato 0, 1, 2 katet, po themi 2-3 katet janë në katin 0. Mendoj që ka një zhvendosje të mirë të biznesi edhe në biznesin e parkimit, pra në toka, patjetër që siguron volum, dhe më pas produkti fundin ngjelet produkti i zyrave. E kuptoj, është e qartë. Si e shikon Lorenz këtë, përpara se të kaloj në një tjetër pyetje, po dua ta kem të plot pa ndërprerje argumentin e Reinaldos. Tha një datë shumë interesante Reinaldo, tha 2030-a. Kur do të hymë BE, unë pa dyshim nuk mund të mos ndodh që 2030-a hyrja në BE, ky bum turistik, kjo nevojë, sepse kemi pasur një zhvendosje, tha Reinaldo, nga zyra në ambiente për Airbnb, por Airbnb-a një moment po krijon edhe ngopje. Kemi edhe sinjale që po krijon ngopje. Unë shoh që tregu shqiptar përpara vitit 2030 bile do i parapri, do të orientohet fort për të krijuar një ofertë për zyra të tillave të standardeve shumë të larta, cilat pse jo mund presin edhe do hyjnë BE, do të ndërveprojmë me institucionet e BE-s, mund kemi do ketë nevojë për zyra. Absolutisht mund kemi nevojë për pranitë të këtyre institucioneve këtu dhe prania e këtyre institucioneve këtu do të thotë një standard i cili gjendet vetëm të këto kullat cilat janë ndërtuar së fundi, por veçanërisht të ato që po ndërtohen. Pra këto që janë ndërtuar së fundi, po thuaj, i është dhënë rëndësi këtij komponenti? Pa marrë parasysh këto që tashmë janë në ndërtime dhe e kanë në koncept ide. Flas në cilësi. Në hapësirë i është kushtuar pak, i është lënë pak hapësirë këtij komponenti tregut, por gjithsesi si cilësi është ajo e duhura. Dhe besoj, ose po them kam një lloj sigurie që në vijim do të kemi shumë hapësira të tilla dedikuara bizneseve me ato parametrat optimal cilat i përmendi dhe i njeh më mirë Reinaldo. Mirë, ne do të shkojmë shumë shkurt në reklama dhe vim përsëri për të diskutuar për të njëjtën tematikë. Faturo me MCN Rapid Cloud. Për vetëm 4.300 lekë në vit, ju mund të fiskalizoni të gjitha faturat nëpërmjet browserit tuaj, pas një limit dhe për çdo lloj fature. Duke filluar nga 4.300 lekë në vit për të fiskalizuar biznesin tuaj, regjistrohu tani në faqen faturo.al. Faturo me MCN. E ardhmja e videos inteligjente nuk është artificiale, është reale. Hanwha Vision ofron zgjidhje të avancuara për të përmirësuar funksionimin, për të ulur humbjet dhe për të gjeneruar të dhëna të vlefshme. Sistemet tona në cloud kombinojnë analiza me AI dhe inteligjencë në kohë reale për të përfituar siguri në një gamë të gjerë industrish. Zgjeroni vizionin tuaj me Hanwha Vision.
Jemi duke folur për kullat e luksit dhe konceptimit tyre edhe për ambiente zyrash, vetëm për ambiente për të akomoduar, ndërkohë Reinaldo dua të sill disa shifra zyrtare. Rritje e fortë në 6 muajorën e parë të vitit 2024, shënoi sipërfaqe e re që do të ndërtohet për zyra. Sipas Instat, në janar qershor u dhan 2265 m2 sipërfaqe e re për ndërtimin e zyrave, me rritje vitore 244% krahasuar kjo me 2023-shin. Çfarë thon konkretisht këto shifra? Po 2000 m2 nuk është asgjë në të gjithë tregun. 20 apartamente. Po, janë pak. Janë pak. Në më thënë, në ato 2000 m2 pjesoj për 10 m2 për post pune dhe llogaria. Pra 200 punësuar nuk është asnjë gjë, domethënë, praktikisht. Kështu që patjetër e kemi ndjekur dhe e kemi përshëndetur për qasjen në atë moment, pra 6 muajorën e parë 2024-s, pjesën për zyra, po mendoj që nuk është mjaftueshëm. Mendoj që duhet t'i vendosim më shumë vëmendje, sidomos nëse duam të tërheqim biznes ndërkombëtar në Shqipëri. Pra nëse kërkon kompani tuaja ti presën në Shqipëri, kanë kërkesa rigoroze për sa i përket akomodimit të punonjësve vetë, po themi kushtet e punës. Qoftë pjesa qoftë paktën në vitin 2013-2016 kam pasur mundësinë të punoj me kompleksin e vetëm të zyrave, biznes parkun e vetëm të zyrave në Shqipëri. Kërkesat lidhen sa fleksibël është hapësira e zyrave. Këtë zyrë që kam sot, a mund të rritem, a mund ta zvogëloj kompaninë time. Pra, biznesi kalon në përcikla, ashtu siç kaloi për shkak të tërmetit, ashtu kaloi për pandemisë. Më thoni sot sa hapësira ka Shqipëria, hapësira fleksibël që ke nevojë nga 60 të shkosh 100, po themi të punësuar dhe ti e ke këtë mundësi ta bësh në godinën ku je, pa u dashur që këtë 60-ën ta ndash nga 40 tjetër, atë 40 ta çosh diku ku do gjesh hapësirë ndoshta 2-3-5 kilometra më larg. Pjesa e sa fleksibël janë hapësirët e zyrave, pjesa e izolimeve akustike, izolimeve termike, pjesa e evakuimit në konceptet e zjarrit, pjesa e shkallëve të emergjencës. I kanë këto ndërtesat e reja që po bëhen, i kanë këto komponent? Unë mendoj dhe uroj shumë sepse nuk është se kam eksperiencë me ndërtesat e reja, por nuk është se kam parë planet e tyre. Por në atë moment që kam bërë studimin e tregu, po flas 10 vite më përpara, këto nuk i kishim. Pra, zjarë, po themi shkallët e emergjencës, një pjesë dërmuese sot vuajnë, një pjesë dërmuese e ndërtesave. Në moment që të bie zjarri, do duhet të nxjerrësh 200-300 të punësuar nga një ndërtesë. Sa e mundur është kjo sot? Prandaj jemi akoma në kohë që të gjitha këto lejet e reja që janë dhënë, të mund t'i bëjnë këto hapësira të zyre, duke pasur parasysh që këtu do të akomodojmë kompaninë ndërkombëtare. Bankat i kemi në Shqipëri, po kemi parasysh që bankat janë deg e filialeve mëm në perëndim. Në një moment që ato vinë dhe lejojnë që ti të zhvendosësh zyrën, patjetër që do të përballen me gjitha kërkesat. E kanë pranuar se kanë pranuar kur ka hyrë banka 15-20 vite më përpara në tregun shqiptar, është tjetër histori, sot që ti do rilokohesh, ka të tjera kërkesa. Kështu që mendoj që ato leje që janë dhënë nga Instati, po themi të dhëna që janë dhënë nga Instati për lejet, kanë qenë vetëm një 6 muajor, nuk i kanë parë këtë 6 muajor të dytë. Mendoj që produkti i zyreve është ai që duhet, sidomos kur flasim për nomadët digjital, sidomos kur flasim për Shqipërinë, e cila do të jetë një qendër IT-e, po do të jetë qendër e biznesit të cilat sjellin një vlerë të shtuar, pa të dashur që ti të rilokohesh. Pra ti nuk ke nevojë, nëse do të shesë biznes në Gjermani, nëpërmjet teknologjisë dhe informacionit, ti s'ke nevojë të rilokohesh. Ti vazhdon me familjen këtu, ose të paktën e di që është përqasur disa herë Shqipëria nga kompanitë që kanë dashur të sjellin departamentet e tyre, sidomos në kohën e luftës në Krime, në kohën e luftës, po themi, Rusia me Ukrainën, gjithë turbulencat që ka pasur pjesa e Evropës lindore me konflikte, kanë kompanitë të tjera që në një moment kanë parë mundësinë a mund të rilokojmë në Shqipëri, po mund të rilokojmë në Shqipëri dhe 2000 familje që të mund të sinë njëkohësisht. Ti s'ke ku aku me donë sot, zyran që të ketë bashkë me lagjen rezidenciale. Nuk e kemi në këtë mundësi? Tani po zhvillohet. Mendoj me hapësirat e reja që po ndërtohen, sidomos në pjesën e bulevardit të ri, se po flasim dhe për produkte ekonomike. Nuk po flasim për zyra që të ketë 20-50 euro metri katror dhe metri katror i banimit të jetë 7.000-8.000. Domethënë, do duhen produkte ekonomike që të vinë bashkarisht. Si e shikon Lorenz ti këto shifrat me këtë analizë që bëri dhe Reinaldo? Kemi shumë pak sipërfaqe dhëna për zyra në raport me ato dhëna për hoteleri, për akomodim dhe për banim. Po në raport me kërkesën si jemi? Me kërkesën e tregut?
Atëherë, kërkesa mund të vi. Unë po marrë një moment shumë, një zhvillim të fundit shumë të rëndësishëm. Qeveria shqiptare sa po alokoi 10 milion euro për një start-up të Mira Muratit, e cila është tashmë një emër shumë e njohur. Që do të thotë, është momenti për të bërë lëvizje të tilla. Kemi një treg nomadësh digjitale, e cila nuk do të thotë fare se nuk kemi edhe kompani, cilat duan të zhvendosin headquarters, apo shtabet e tyre, apo zyrat, apo filialet tyre. Domthonë, është botat një lëvizje e cila e krijon këtë hapësirë për këtë treg. Sa të prirur do jenë biznesmenët shqiptarë, ndërtuese shqiptarë për ta kapur. Në fakt, tregu i Airbnb-s ka sjell disa deformime në ofertën e sektorit shqiptar të ndërtimit. Është orientuar thuajse tërësisht nga apartamentet, sepse, si thash, ndërtohet sot, shitet, më e bukur është, shitet pa u ndërtuar. Ndërsa një zyrë, duhet ta shesësh, duhet ta pajisësh, duhet sigurohesh që ajo ka standardet, duhet sigurohet që ka standardet e një kompanie ndërkombëtare, e cila e nis që nga aja, që nga kubatura, që nga lartësia, e përfundon tek shkallët e zjarrit. Do të thotë, është një investim shumë i gjatë dhe ç'është më e rëndësishmja, nuk ka edhe garancinë që duhet ta ketë të mbushur. Besoj unë se duhet të mblidhen sidomos shteti, duhet jetë ai që duhet të orientojë. Kjo ishte për shembull një lëvizje shumë e mirë. Kjo e Mira Muratit, investimi 10 milionë euro tek një kompani e tillë që mund t'i hapë rrugën, ose që thjesht jep mesazhin, shiko, ne duam kompani IT në Shqipëri, ne duam kompani AI në Shqipëri. Hajdeni tani keni edhe zyrat. Nëse vjen një ofertë e kopsitur nga disa drejtimet, atëherë edhe biznesmenët shqiptar besoj do të fillojnë të mendojnë në këtë drejtim. Por për momentin Airbnb-ja, tregu i apartamenteve, cilat shiten që thash që në themel e bëjnë çik të vështirë këtë ndryshim të mentalitetit ndërtuese për të shkuar tek produkte kaq moderne, cilat parat i japin të shtrira në kohë, jo me njerë. E kuptoj. Renaldo, flasim për Tiranën kryesisht, do me thënë për ndërtimet e reja në Tiranë ku janë konceptuar ambientet caktuara për zyra. Si është kjo kërkesë dhe ky treg, nëse i referohemi, po them, disa prej qyteteve kryesore të Shqipërisë, Durrësit, Vlorës, Fierit, të cilat Shkodra pse jo, të cilat mund të shihen dhe si qendra ekonomike të zhvillimit ekonomik? Po Tirana është përballur me kërkesën më të madhe për hapësirë për zyrë, për shkak se është qendra ekonomike e Shqipërisë. Kështu që unë nuk besoj të paktën në dijenin time, nuk e di që tregu i Shkodrës të ketë vuajtur për të akomoduar kompanitë, po themi BPO outsourcing, business process outsourcing, ose pjesët e qendrave të shërbimit që janë të bazuar në IT, qofshin këto qoftë call center, qoftë menaxhim projektesh. E di që në Shkodër ka kompani të tilla dhe nuk e ka pasur problem për të përgjigjur zyra. Mendoj që gjitha qytetet e tjera nuk e kanë problemin e zyrave. Trafiku është vetëm Tirana. Trafiku është Tirana, duke pasur parasysh që edhe kompanitë e huaja të cilat kanë zyrat në Shqipëri janë të lidhura ngushësisht me aeroportin Nën Tereza. Pra, vinë, vizitojnë stafin e tyre dhe vazhdojnë përsëri, po themi, në punën e tyre në shtetin nga vinë. Deri në momentin që do të ketë projekte për rivitalizimin e disa zonave kyçe, po themi rivitalizimin e disa qendrave sportive në përrethet e ndryshme, po themi këtu Shkodra, Vlora, Durrësi, Korça, që mendoj që do të vinë shumë shpejt. Në ato moment që do të ndodhi rivitalizimi këtyre zonave, mund të jenë të qëllimshme që këto zona të rivitalizohen duke ofruar dhe një produkt për kompani kryesisht të IT-s. Shumë Korça e di që është duke investuar në edukimin e të rinjve për IT-n. Por një moment kur ti edukon, ti ke mundësi dhe një kompani të huaj ta përqasë, shiko, kam këtë grupin e IT-ve, po themi sepse duhet kesh edhe shifra në fundit, duhet ke profesionistë. Kam këtë shumë të talentuar këtu, të lutem rilokohu këtu, ja edhe ku i ke edhe ambientet e reja që të mund të punosh në mënyrë të duhur. Kështu që këto qytete nuk kanë pasur këtë presion deri në këtë moment që do të kemi këto projekte. Kur ndodhin këto projekte, besoj që janë shumë të mira. Mendoj që pjesa e digjitalëve nomad është shumë e rëndësishme dhe duhet parë me vëmendje. Në të njëjtën kohë, tregu i perëndimit, pjesa e kryesisht Spanja, Italia, mendoj pjesa e Hollandës, pra gjithë Evropa perëndimore për shkak të turizmit masiv, është duke u përballur me kosto të larta të strehimit. Kosto të larta të strehimit do cili në një farë mënyrë afatgjatë të sjellë pa kënaqësi, se presionin e të punësuarve tu që të rrisesh gjithmonë më tepër pagat. Siç kemi pasur mundësi të pozicionohemi shumë në tregun e turizmit,
që kemi thënë, ok, Shqipëria ka vazhdon të jetë një lokacion shumë i mirë për të ofruar një turizëm me kosto të mira, me kosto mesatare të mira, ashtu mund të dim të pozicionohemi duke përqasur kompani të ndryshme në Perëndim, të cilat janë nën presionin e punuesve vet për të rritur pagat, për të rritur kostot e tyre, për shkak të kostove të rritura të streamit dhe kostove të rritjes të jetesës. Mund të jetë një mundësi për përqasur këto kompani për thënë rilokoni në Shqipëri, sillni dhe stafin tuaj për shkak se do të vazhdoni të paguani me të njëjtat paga që keni stafin tuaj, por në të njëjtën kohë do keni në zemër të mesdheut, që ka jep edhe mundësi shumë të mirë edhe familjet e tyre për të lullëzuar. Në raport me vendet e Bashkimit Evropian, tregu i zyrave, si varion me çmimet? Afër kujt jemi, nëse mund të themi kështu? Në ato çfarë ofrojmë flas? Do të spekuloj, nuk është një treg e cili e kam studiuar në detaj. Për zyrë nuk i kam të dhënën, mund të thosha për tregun e apartamenteve e di që jemi goxha më mirë me gjithë pjesën tjetër, por duhet kuptojmë që në përgjithësi hapësirat për zyrë, paktën në Shqipëri, janë lidhur diku tek 1.5 i hapësirave për apartamente. Pra po themi, nëse 1 metër katror apartament është 1.000 euro, hapësirat për zyre kryesisht janë 1.500, 1.600 euro për metër katror, për shkak se këto hapësira shërben për aktivitete biznesi. Tani, duke ditur këtë lidhjen e logjikshme për tregun shqiptar të apartamenteve, besoj që në një linjë normale jemi goxha më mirë me pjesën e zyrave në Perëndim, por duke ditur që edhe produkti që ofrojmë nuk mund të krahasohet me produktin e Perëndimit, si sa për gjitha certifikatet e sigurisë. Pak a shumë ato që kemi 25, 30, 35 euro për metër katror hapësira më të mira, pastaj pjesa tjetër është në 15 euro, por nuk ofron të njëjtën cilësi që kemi në BE. Edhe apartamentet që po ndërtohen tani, Lorenci, për të dijuar logjikën e Reinaldo, sepse të paktën cilësia e ndërtimit, kubatura, veshja, termoizolimi, shkallët e emergjencës dhe gjithçka tjetër besoj janë konceptuar. Kemi dëgjuar çmime apartamentesh 10.000 euro metër katror. Absolutisht. Që do të thotë edhe çmime qiraja në këtë proporcion. Kështu që edhe çmime zyrash do të gjejmë në këtë proporcione. Gjithsesi unë doja të shtoja diçka tek ajo që tha Reinaldo. Kemi një klinë shkëlqyer, po do të kemi shumë shpejt një hekurull që na çon për 12 minuta nga Tirana Durrës. Më tej do të kemi edhe një hekurull që cila na çon për pak orë në Vlorë. Do të kemi edhe një aeroport në Vlorë. Domethënë, në qoftë se biznesi shqiptar, biznesi ndërtues shqiptar, do t'jetë në gjendje ta nuhas këtë ofertë, ta kapi dhe ta propozoj këtë ofertë, unë do të besoj se do t'ishte një gjetje biznesi shumë e rëndësishme, e cila për fat keq nuk do jepte para tani, por do jepte para në termat gjatë, në afat gjatë. Pra e shikon zhvendosjen e këtyre ndërtimeve pikërisht në këto zona, sepse nëse i referojmë Bashkimit Evropian, atje ku ka një stacion treni dhe qërat e shpive janë më të shtrenjta edhe kërkesa për bizneseve të ndërlidhjes pikërisht janë më të shtrenjta. Dy produkte mendoj që janë me interes në Shqipëri në momentin që zhvillohet infrastruktura dhe po themi aeroporti hapet normalisht vitin tjetër, qoftë koridori 8, qoftë koridori Adriatiko-Jonian, qoftë IMEC-u, po themi nga India, lindja e mesme, diku në Shqipëri, Itali dhe deri në Francë, janë disa projekte infrastrukturore, mendoj që produkti i hapësirave të biznesit është një produkt që duhet parë me vëmendje, hapësirave logjistike është një produkt që duhet parë me vëmendje, për shkak se mendoj që edhe në hapësirat logjistike, për shkak se ka munguar infrastruktura e mirë, mendoj që kemi akoma mundësi për të ndërtuar. Marr këtu rastin vetëm në e di që një nga marketet kryesore të Europës ka qenë duke parë për të hyrë në Shqipëri dhe mora vesh që erdhi, kërkoi hapësirë logjistike shumë të mirë në Shqipëri dhe nuk e kishte gjetur dot dhe fatkeqësisht kishte vendosur të vazhdonte të shikonte në Maqedoni. Kështu që mendoj që kemi mundësi të rritemi edhe në hapësirën, po themi në hapësirat për biznes, kemi shumë mundësi të rritemi, logjistik edhe hapësirat e zyrave. Megjithatë mbetet për të parë gjitha. Faleminderit Lorenci, ishte në studio, faleminderit Reinaldo që ishit në studio. Folëm pra për vëmendjen e fokusuar tek apartamentet, por tashmë edhe atë se çfarë ka ofruar tregu i ndërtimit sa i takon zyrave dhe ambienteve të biznesit. Bashkë do shihemi lajmet orës 19 deri atëherë mirupafshim.